Po tash ka një kohë që nuk pja din as prindit edhe shumë kanë metë edhe vetën nëpër shtëpia sidomos. Po thënë jo sigurimi i fëmisë po ikin jashtë, ajo nuk është zgjidhje. Kur është nona smut, inshallah bën më mirë se baba. A kur vdes mos e varrosni se na vim varrim. S'është ajo kur gjama, ajo ka marrë fond. Po ka edhe që shkojnë në shtëpi pleqve, po s'po di, edhe ata piqefit e di që s'kan shku. Se i lini vetën pleqt. Sa është gjëna. Jo pse unë e kam një mosh, po ka marrë një ditë që kanë mi kujtu se vinë edhe ata në degën çka janë këta tash. Përshëndetje. Si je? Mirë. Si po kalon? Mirë shumë. Me shnet? Qashtu si dyqysh. Si diqysh? Qa me Me halli me derte? Si gjithmonë. Si gjithmonë. Po. Për kajt po na vjen? Dhe pe i fshati gjuhë. Për shkak. Jeni non? Po. Sa fëmijë keni? 6. 6, mashallah. Ta ka qenë vështirë me rrit 6 fëmijë. Po i përpara rrit pak mas mirë, te tash na i kemi rrit shumë mirë përpara. Tash nonat janë pak më ndryshe, me kajde i rritin më ndryshe pak. Si ishe më ndryshe nonat sot? Po isha më ndryshe se tash e kanë gjendjen shumë më të mirë se përpara. Na përpara kemi pas më shumë bujtje sen, po shqyr që ka më mirë tash. Sa të ka qenë bujtjet më të mëdha që keni pasur në kohën e juaj? Më të mëdha se nuk i kemi pas gjithatë gjanat elektronike, si janë, po do me thonë, na kemi la me dorë, sen, i kemi pas gjanat pak më ndryshe. Ta shqyr që ju ka më mirë. Pa me dorë, sa ju ka ra me dorë të lani kështu? Po na ka ra me dorë shumë vite. Shumë vite na ka ra me dorë. Po. Ta shqyr që ju ka më mirë, edhe na jemi më të kënaqur që rrim me ta edhe nuk kanë shumë probleme me rrit fëmijës. I kqyrim pak më shumë. Juve pa, sigurisht ju ka ra dhe me jetu me familjen e burrit sa standardi keni pas? Kemi pas standardet pak më ndryshe, kemi respektuar, duhet prapë edhe me respektu, se gjithkohë e ka bëni nonë. Apo do të më pak tas po respektohen. Shumë më pak. Shumë më pak. Nuk s'po di ç'është me ta spjegu. Unë jam shumë e lumtur që jetoj me nuse me djem, se më respektojnë shumë. Edhe i uroj shumë të mira aty në jetë. Megjithëse çdo nonë dhe bab bën gjithçka për fëmijën e vet. Po tash ka një kohë që nuk pja din as prindit edhe shumë kanë metë edhe vetën nëpër shtëpia sidomos. Po thënë jo sigurimi i fëmisë po ikin jashtë, ajo nuk është zgjidhje. Zgjidhja është me kthy nonën e babën, se ata zgjidhje bën çdo kush i vet në jetë. Edhe fëmia mund me bën zgjidhje. S'është një sigurim për shkëm ja bën fëmisë, a këne një sigurim nona e baba jesin vetën në shtëpi. Ajo është më kryesore. Sa është kjo vështirë për ta të prindë që kanë mbetur ana? Jam shumë keq. Është mjerim. Është shumë keq. Çka kishe thonë aty fëmijëve? Aty në fëmijëve ju kishëm thonë që është gjonja më e keqe. Tash po bjerë fjala kur është nona smut, inshallah bën më mirë se baba. A kur vdes mos e varrosni se na vim varrim. S'është ajo kur gjama, ajo ka marrë fond. Kur nuk u kënaqej me ta, tash s'ka çka me ardh, edhe me varros s'është kur gjama. A vëre që shumë për atyre domethënë i bin pishman e ja din vlerën kur vdesin prindëve. S'po di ç'është me ta spjegu. Zoti inshallah i çon mirë dhe ata edhe këta këtu çka jesin është mjerim. Ç'është çosh mëngjes me pini kafe kurse ki afër asnjë. A është mjerim? Shumë. Ka për atyre që ndoshta edhe kanë shkuar në shtëpinë e pleqve. Po sigurisht. Ka, na nuk kemi afër aty, po ka edhe që shkojnë në shtëpi të pleqve, po s'po di, edhe ata piqefit e di që s'kan shku. E kanë pas një zar. Zdi pse janë shpërngul krejt, nuk e di. Ma shumë. Pse ky mos respekt ndaj prindëve? Koha internetit. Këto interneti, telefonat, jetën peshojnë atje më ndryshe, po mendojnë që është atje ka respekt edhe ka gjithat janë rregulla. Po këta mendojnë që ku të vinë këto janë pak këtë më ndryshe, mendojnë se pale kua gjithçka atje u jeta këtë e vështirë për ta është. Atje është shumë më keq se këtu që punojnë. A mendoj që sistem po e sjellin Kosovë këta? Këta të rinjët? Po mdoket që tjetër po sjellin. Nuk është me arë me argju parën sa të mujsh, me dim që vinë për një pushim. Po do të me pas karar çdo gjë. Se me zëre fitojnë atë dinarin ata atje. Një mesazh gjithë atyre fëmijëve. Çfarë kishe thënë? Gjithë aty në fëmijëve, unë ja kishëm thënë një mesazh. Mos e lini veten pleqt. Sa është gjëna. Jo pse unë e kam një mosh, po ka marrë një ditë që kanë mi kujtu se vinë edhe ata në degën çka janë këta tash. Është konë më mirë me pas një farë respektin ndaj prindve, për me pas dikon për kujdesje. Jo mi çu kudo, se gjëna është. Për zoti, faleminderit shumë, na ke kënaqur me intervistë. Shumë faleminderit.